ka qenë, muj me thonë që ka qenë spontane. Unë kam pas dëshirë që të regjistroj regjinë e filmit, po këtu nuk ishte akademia. Në atë kohë kër unë ndrej s'kishte as fakultet, do me thonë, të arte, në kuptimin e artit dramatik, s'kishte as për aktrim, as për kurgjo. Edhe unë kom pas ashtu, kom qenë në shkollë mesme bashkëpunëtor matematikor programer, dhe kom do shumë programimin. Edhe marrë edhe me programim në shkollë, edhe kom pas të regjistru fakultetin e elektroteknik. Po ndërkohë, ku mora vesh që shtap edhe dega e aktrimit në Prishtinë, edhe ishte më afërta me regjinë e filmit, me çka unë dëshiroj që të merresha, edhe regjistrova aktrimin, dhe natyrisht kur e njoftova aktrimin në fakultet, u dashurova në aktrim, edhe kuptova që aktrimi që unë e mendoja, se çka do me thënë aktrimi dhe atë që e mësova aty që diçka krejt tjetër. Kështu që kom bo një veprim të mirë që e kom regjistru fakultetin dhe e kom përmbush vetën, po edhe kom kuptu diçka shumë të rëndësishme për mu. E cekët që kur keni hy pastaj direkt në studime në aktrim ka qenë krejtësisht diçka tjetër se që e keni paramendu. E keni paramendu ndoshta më të lehtë apo në ndonjë formë tjetër atë pjesë? Po, e kom paramendu pak më të lehtë, kom mendu që veç paraqitja, do me thonë shumë e lehtë, do me kur hyn atje paraqitjet me pak ushtrime rregullohet, do me thonë shfaqesh mirë, ki sukses, edhe kom kuptu që t'jesh aktor duhesh t'jesh shumë ma i thellë, do me dhe duhesh t'jesh ma studios, për shembull kur e ndërton një karakter, një personazh, një shfaqje apo filmi, duhesh të studiosh, të hysh shumë ma thellë në psikologjinë e personazhit, për ty në psikologjinë personazhit duhesh ta njohësh psikologjinë përgjithësi, duhesh të njohësh se si sillen njerëz të caktuar në rrethana të caktuara, pra ka shumë studime për të arritur një rezultat i cili në shtatë s'ke në fund duket shumë i lehtë, po në fakt mbrapa ka shumë punë, dhe dën edhe punë, do me thonë lexim shumë, po edhe punë fizike, sepse aktori duhet të mbajë edhe kondicionin fizik. Edhe aktivitetet kondicioni fizik është një pjesë që duhet t'i ketë një aktor, pavarësisht që keni provat gjata, rolet shumëta, shfaqje gjata, po sa kanë qenë ndoshta të lodhshme krejt ato vite, qoftë me prova, qoftë me xhirime, ka qenë ndonjë moment që jeni ndjetë tamam kështu të lodhur themi prej punës që e keni bërë? Në fakt me punën e aktrimit asnjëherë nuk jam ndi i lodhur. Sado që ka zgjatë, kom ndi vetëm kënaqësi, edhe në atë kohë kryesisht provat e këto shfaqjet i bënim teatrin Dodona, sepse ka qenë vetëm institucion kur na kishim mundësi me realizu në një shfaqje, dhe ka ndodhur që edhe me fjetë në teatr, nuk kemi nejt me ditë, aty kemi punu, dhe nuk mbaj njëherë në mend që kom pas ndjenjën e lodhjes gjatë atyre proceseve. Çka nështë pak më ka lodh, është që unë qysh do më thonë në atë moshë në ditën që ka fillu fakulteti, kom fillu dhe të punoj, që ta mbaj vetën dhe familjen, edhe i kom bo 2 angazhime, edhe pse kom pas orar fleksibil në punë, me gjithë ato ka qenë pak një ngarkesë, ajo mund të më ketë lodh, po pjesën e aktrimit sa do që punojshim, bëshim prova me profesorët tanë, unë nuk ndisha lodhje për kundra, se më duke që qatër po shlirohen, po marrë energji ma shumë.